ajo akt akus njërë pikë së pari duhet të jetë e bazuar në ligj. A i bën ti publike vendimet? Patjetër se do t'i bëjmë. Gazetarëve do të përgjigjem vetëm atyre gazetarë të cilët janë transparent. Nëse vjen pushtet, a keme largu punëtor prej punës, sidomos punëtor militanta që nuk janë të kualifikuar për çatë punë? A keme largu? Jeta unë kam hyrë në këtë punë duke mos prekur dhe mos scenuar dinjitetin e askujt. Ata të cilët janë punësuar do të jenë në vendet e tyre të punës, nuk do t'i prek askush, mirë po, do të jenë të angazhuar për të realizuar projektet tona. Mirë, nëse ke akt akuz, a jep dorëheqje nëse të bëhet në akt akuz? Për çfarë akt akuze më? Për vepër penale. A jep dorëheqje nëse të bëhet ndonjë akt akuz? Nga kush? Qysh nga kush ka pushteti i prokurorisë, drejtësisë, a jep dorëheqje nëse drejtësia e Maqedonisë së Veriut ta bën akt akuz? A jep dorëheqje? Unë mendoj që ajo akt akuz njërë pikë së pari duhet të jetë e bazuar në ligj. Aha. Duhet të jetë e bazuar në ligj. E nëse bëhet? Edhe një person është i fajshëm kur vërtetohet me vendim të plotfuqishëm të gjykatës. A kemi përdor veturën personale, veturën e komunës për çështje personale? Jo. Të më thënë, unë e kam për qëllim bile fare mos përdor sepse jetoj në qytet edhe jam jo më larg se 3 minuta nga komuna Godina e komunës së Strumës. A kemi i bë transparente qysh harxhohen paret për dreka, darka, reprezentacion? Po, sepse ne do të kemi një sistem i cili do të quhet e-struga. Ky sistem do të jetë shumë efikas duke dhënë transparencë të plotë të komunës, duke ulur korrupsionin dhe duke e degraduar, në thojza them, autoritetin e kryetarit të komunës. Si, do të më lejoni ta shpjegoj, ky digitalizim i komunës do të jetë çdo qytetar do mund të aplikojë dhe konkretisht mund ta shohë se cili administrator qëndron lënda. Do të qëndrojë afati i zgjidhjes së lëndës, emri administratorit, numri telefonit, emaili dhe në çdo kohë personit cili ka nevojë do të kontaktoj këtë administrator pa rezervë. Në qoftë se ky administrator nuk i përgjigjet kushteve, nuk i përgjigjet këtij qytetari, atëherë ai do të merret në masë disiplinore dhe të përgjigjet për... Sa gra drejtoresha emëron nëse bëhesh kryetar? Unë nuk dua të luaj rolin e diktatit, sepse unë nuk kam militant partijak të cilët më vjen mbrapa dhe më lusin mbas zgjedhjeve do jem unë drejtor këtu, unë do jem drejtor aty, sepse aktivistët e mi janë aktivistë të cilët duan ndryshimin. Unë personalisht dhe publikisht do të them se në drejtoritë e shkollave do e zgjedhë këshilli i prindërve. Udhëheqësin e shkollës do të zgjedhë këshilli i prindërve. Kjo është konfort ligjit dhe kështu në këtë mënyrë do të zgjidhet. A i bën publike vendimet që i merr edhe ti si kryetar nëse bosh, edhe këshilltarët komunal? A i bën publike gjitha? Në platformën time, në programin tim politik, unë e kam shpalos edhe transmetimin direkt të këshillit komunal. Si do tjetë kjo, do tjetë, domethënë, si që jemi këtu në studio, do të ketë edhe atje të instaluara teknologji, edhe çdo qytetar do ta ndjek live këshillin. Çdo qytetar do të di se kush i mbron interesat e tyre dhe kush është kundër interesave të tyre. Po, ata mujnë me ndjek, po në fund vendimet edhe mujnë me ndryshu kur t'i bënin letër. A i bën ti publike vendimet? Patjetër se do t'i bëjmë. A i përgjigjesh telefon gazetarëve, a i bën qasje dokumente tjera zyrtare? Gazetarëve do të përgjigjem vetëm atyre gazetarë të cilët janë transparent dhe nuk i cenzurojnë dhe japin lajmin e drejtë deri te popullata.